sot për shifje, është ndër SUV më të mira në botë, BMW X5 40 Ci, G05 si general, e 2019-ës, më sport fabrike, shumë e bukur, shumë e pastër, është me këtë grillën aktive që hapet në udhët vetë, ka kamerën para, është me kamerë 360 gradë, parakolbin më sport që është më agresiv, më i bukur se ato standarte, fener lazer perfekt, shumë bukur, është me këtë ngjyrën e zezë, shumë e pastër, s'ka asnjë lloj farëngësie, është auto si makinë. Piset më sport 22-shë, to si me qenë competitionit që janë të mëdha, edhe frenat i ka të më sportit, i ka me pistonqina të blu me logon në mes, shumë e bukur, shumë sportive. Gjitha pjesë i ka zeza, si Shadowline, gjitha pjesë të kromit zeza, edhe këtë zezë këtu, me kamerë të pasqyra, kamerë 360 gradë, blind spotat, me përveç me Keyless Go, kjo edhe e ndje vetë kur afrohesh me qelësin, s'ke nevojë se me prek fare, privacy glass mrapa dhe me perdet që i ka mrena, mrapa ka marmitat e veta, kamerën, shumë e bukur edhe këto stopat vetë, X-Drive 40 Ci, 4x4 normalisht, shumë e bazë. Është auto, gjendja është 10-10, unë rrallë them 10-10 të këto video që bëj, po kësaj më vërtet s'pi shoh asnjë lloj paralisi. Në momentin, stok fabrike ka 340 kojë fuqi dhe një 470 Nm/orë, super motor me një turbo është, 6 piston cilindri, kamera ka ZF8P, blind spotat i ka të pasqyra, audion Harman Kardon, rimesën këtë drunin e bukur, ka këtë pjesën kaf edhe tapicerin kaf, bashkë me pjesën e zezë, sedilet me memorje, kjo është butoni që lëviz sedilin e pasagjerit, i ka me gjitha llojet e lëvizjes, jo vetëm elektrike, po i ka me këto leg extensions para që i ke elektrike, me përthyrjet, side bolsters të ansoret që t'i afro t'i largot të dyja dhe lart dhe poshtë, më thonë, është opsioni më full i mundshëm i sendiles, comfort seats, timonin me ngroje, pedal shifterat në timon, head-up display-in përpara, këtu ke krahun këto të limitatorit e distronikut, këto të kontrollerat e medias, ka kokën e marshit kristal edhe këto butonat start-stopin kristal edhe këtë tight drive-it kristal. Dyrt i ka me thithje, ka dhe cup holdersat me ngrojë ftoje dhe këtë çelësin inteligent, është edhe me wireless charging, këto USB-se gjitha këto gjonat e tjera, Apple CarPlay, Android Auto, edhe me gesture control, klimën me 2 zona, sedilet ngrojë ftoje, klimën me 2 zona, është full panoramike, hill desktop control, amortizator marrë që e ngrenë në ul, Sport, Comfort, Eco Pro, 149.000 km. Çmimi për këtë BMW X5 40 Ci të 2019-ës, me gjithë të opsione që pam, është 38.500 euro. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.